duhet ndryshuar qoftë lojtare apo dhe taktika lojës. Kemi këtu deputetin Arben Vitia, me cilin do të provojmë të flasim në lidhje me këtë çështje. I nderuar, jemi drejt për drejt. Çfarë janë pritjet e juaja sot? Po presim. A mendoni që do të ndryshohet kandidati për krye parlamentar? Jo, në asnjë mënyrë. Forma e votimit? Kandidatja jonë është po presim përgjigje edhe nga gjykata kushtetuese, kështu që as formën Është urgjente kjo votimit. Cila çështje? E konstituimit kuvendit. Po natyrisht që është urgjente. Faleminderit. Pa ishte ministri në detyrë i shëndetësisë, një herësh deputeti Arben Vitia, që edhe u deklarua patët mundësi ta shohet të dëgjoni faktikisht edhe deklarimin e tij. Mirë po, do të mbetet e shihet nëse do të ketë ndryshim pra nga vetvendosi dhe nga kryetari i saj Albin Kurti, pas parasysh atë që isha duke thënë që zotri Rode ka thënë duke e lidhur edhe me lojën e futbollit që kur nuk ndryshon rezultati dhe loja vazhdon të jetë pra njëjtë, duhet që ndryshojë lojtari, kjo duke e lidhur me ndryshimin e kandidimit të zonjës Haxhiu për krye parlamentare. Derisa edhe në këto 48 orë nuk është se ka pasur ndonjë rezultat sa i përket rezultat pozitiv sa i përket çështjes së konstituimit, edhe nga partitë e tjera. Ato vazhdojnë të mbesin në pozicionet e tyre që duhet të ndryshohet kandidati dhe duhet të ndryshohet forma faktikisht e votimit, e cila nga votim i hapur ka kaluar në votim të fshehtë dhe që sipas tyre është antikushtetuese, gjë edhe për cilën janë drejtuar faktikisht edhe gjykatës kushtetuese vetë